Në të quan në vend policët, të cilët 71 vjeçarin e kujtojnë pasi ai në stacionin policor dorëzoi një armë me leje. Bacdorakin njohemi si person të mirë. Në vitin 2023, në mënyrë vullnetare ka dorëzuar një armë këtu në stacionin policisë. Arma është bën dorëzimin e armës ka bën në mënyrë vullnetare. Arma ka qenë me leje. Madje policët marrën edhe një iniciativë për ta ndihmuar familjen. Kemi marrë një iniciativë për ndërtimin e shtëpisë, ku në bashkëpunim me qytetarë dhe bizneset, kemi arritur të bëjmë zhvendosjen e Bacdorak pe fshatit Rancë këtu në shtime. Fëmija e Bacdorak nuk kanë mujtë të vijojnë mësimin për shkak gjendjes së rënë të rrugës. Kështu nga stacioni policor këta policu nisën për në fshatin Rancë. Bashkë me qytetarët ata po shkonin tek vendi ku do të varroset tashmë Indjeri. Me vete kishin një kuror me lule. Prezenca e tyre u lehtësoi dhimbjen familjareve. Ma kanë lanë me gojë, këta, policien, me thirrë në varrim se këta ma kanë pështu vllavin, ma kanë qitë në shtime. Ta ma kanë kry me shka koha, me shka koha që rëpë të gjallë mi ka marrë me këtë qua tje poshtë. Po 6 muaj nuk jetaj ma, më shkoj. Shumë faleminderes për këtyne, Allah i shpërbleft, Allah i roft, Allah i pështoft. Aj bia jemi se shumë jam në lako. Falendërues u shprehen edhe të afërmit. Policisë Kosovës që keni qenë iniciator për të ndërtuar shtëpinë, të falenderojmë shumë. I vdekur përfundoi edhe Serbi, i cili para 10 ditëve kishte marrë pjesë në një grabitje të armatosur në Veternik. Ky ndonë se u trajtua në qendrën klinike universitare tash disa ditë. Nuk arritit ju bëj ballë plagëve. E i lënduar mbeti dhe sigurimi që intervenoi në këtë rast, gjendja e cilit është e rëndë. 4 persona të maskuar e të armatosur deri në dhëmb janë mësy një furgoni që po transportonte para në lagjen Veternik të Prishtinës. Por plani i tyre nuk u shkoi deri në fund pasi hasën në punëtorën e sigurimit të kompanisë me të cilën filluan shkëmbimet e zjarrit. Si pasojë e tyre, plagë nga plumbat mori sigurimi, por edhe njëri nga grabetesit. I pari u dërgua me urgjencë në QKUK, ndërsa i dyti kërkoi trajtim në urgjencën e Graçanicës. Duke marrë parasysh sasinë e madhe të gjakut që i kishte humbur e pasi mori aty disa doza, njësia speciale e Policisë së Kosovës e transportoi atë për në emergjencën e QKUK-s. Nga kjo klinik u transferua në klinikën intensive ku për 10 ditë mori trajtim aty. Fatkeqësisht njëri prej tyre, nacionalitetit serb, edhe përkundër gjithë trajtimanit mjekësor, medikamentoz, edhe kirurgjikal, edhe pas gjithë angazhimit enorm të stafit mjekësor, nuk ka arrit me përballu plagëve të cilat i ka marrë me rastin e lëndimit marrë zjarri, dhe e mbrëm pak minuta para orës 21 kanë ndruar jetë. Drejtori intensivës Shaqir Uka foli edhe për gjendjen shëndetësore të punëtorit të sigurimit. Pacienti tjetër vazhdon që të marrë trajtimin mjekësor dhe matutin në njësinë e mjekimit intensiv, vazhdon të jetë monitoruar dhe vazhdon që gjendja e tij e përgjithshme të qëndrojë dhe matutje relativisht e rëndë për shkak të lëndimeve që ka psu. Pavarësisht që parametrat vital në momentin kur po flasim tani për tani janë stabil. Miloš Vukajević, i vitit të lindjes 2000, kishte një histori kriminale pasi ishte arrestuar më parë për kultivim të bimeve narkotike dhe ishte liruar nga burgu rreth 15 ditë para ngjarjes së grabitjes. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se është duke e hetuar një rast ku dyshohet se një vajzë e mitur është ngacmuar seksualisht në një shkollë në Gjakov, ndërsa i dyshuari është ende në kërkim. Sipas policisë, sot rreth orës 8:30, një qytetar në Gjakov ka raportuar në polici se vajza e tij e mitur është ngacmuar në një shkollë nga një person i rritur i cili sipas policisë punon në bufenë e shkollës. Rasti po hetohet në drejtim të veprës penale ngacmim seksual, përderisa jemi në kërkim të dyshuarit, thuhet në njoftimin e drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov. Pasi u vërtetua që kreu veprën penale të shantazhit dhe vjedhjes së identitetit, Florent Poroshtica u dënua me 21 muaj burg e 5.000 euro gjop.
Ky bashkë me burra të tjera akuzohen për krijimin dhe menaxhimin e grupit famkeq Alp Kings. Seanca që u zhvillua sot ishte e mbyllur. I akuzuari tjetër Edvin Nevzadi, pasi kishte pranuar fajsin dhe ishte liruar nga paraburgimi në tetor të 2024, ka ikur në Serbi dhe nuk është paraqitur as me 30 janar kur kishte për të mbajtur procesi gjyqësor ndaj tyre që është mbajtur sot. Një proces tjetër që nisi me 9 shkurt u zgjat goxha shumë në Kosovë. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve u bë vetëm pas 47 ditëve nga mbajtja e zgjedhjeve. Kundër këtij procesi votuan 2 antarët e vetëvendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa të gjithë kryetarët e komunave që ishin kandidat hoqën dorë nga posti i deputetit. Pas 47 ditëve, më në fund erdhi radha e certifikimit. Por mes 11 antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 2 prej tyre ishin kundër këtij procesi. Sipas Sami Kurteshit të VV-s, ankesat e tyre nuk u shqyrtuan fare nga PZAP dhe Supremja. Për këtë, nga ky subjekt politik gjatë së enjtës ju drejtuan edhe gjykatës kushtetuese. Edhe ne kemi kërkuar anulimin e votave me postë dhe rivotimin. Gjykata Supreme nuk e ka miratuar këtë kërkesë. Ne do t'i ndjekim rrugë ligjore, do t'a dërgojmë edhe në gjykatën kushtetuese. Sidoqoftë, rezultatet e prezantuara ja sigurojnë VV-s 48 ulse në kuvend. PDK do t'i ketë 24, ndërkaq LDK 20. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në koalicion me nismën do të përfaqësohen nga 8 ligjvënës. Nga të gjitha partitë, asnjëri nga kandidatët për deputet nuk hoqën dorë nga posti i kryetarit të komunës. Por kush do të zëvendësoj Bedri Hamzën, Gazmend Muhaxherin dhe Imre Ahmetin? Gazmend Muhaxheri zëvendësohet me zotin Arben Gashi, Imre Ahmeti me zotin Paris Guri dhe Bedri Hamza me zotin Rashid Qalaj. Hamza, i cili ishte edhe kandidat për kryeministër i PDK-s, ka paralajmëruar konferencë gjatë së premtës. Partitë opozitare. E rreth procesit zgjedhor është deklaruar edhe Kurti, i cili përmes Facebookut ka thënë se derisa të zgjidhet qeveria e re, ai bashkë me kabinetin e tij do të deritashëm do të jenë kujdestar. Ai ka shkruar se mandati i tij ka përfunduar zyrtarisht dhe tani ka kaluar në fazë kalimtare si kryeministër në detyrë. Me 23 mars 2025, mandati i plot 4 vjeçar i qeverisë Republikës së Kosovës, të udhëhequr nga unë si kryeministër, përfundoi zyrtarisht dhe kaloi në fazë kalimtare të funksionimit si qeveri në detyrë, e cila efektivisht është sikur qeveria në dorëheqje mandateve të mëhershme të tjerëve. Kjo është hera parë që një qeveri e Republikës së Kosovës ka përfunduar me sukses mandatin e plot kushtetues, duke shënuar një kapitull të ri të stabilitetit institucional në Republikën tonë demokratike, ka shkruar ai në Facebook. Kurti ka shtuar se kjo e vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të shtetit në zbatim të kushtetutës dhe ligjeve. Nuk dha ndorëheqje një ditë më parë siç e parashë ligji, por kabineti i qeverisës automatikisht do të jetë i tillë pas certifikimit të rezultateve. Si qeveri në dorëheqje, ekzekutivi nuk do të mund të punojë më me kapacitete të plota. Certifikimi i rezultatit të ri zgjedhor me ligj e prek edhe ekzekutivin. Para se të ndodhte ky akt bazuar në ligjin për qeverinë, i gjithë kabinetit qeverisës do duhej të dorëhiqej një ditë përpara. Megjithse kjo nuk ndodhi, nuk do të ketë ndonjë pasojë juridike për askënd në kabinetin që e udhëheq Kurti. Momentin kur bëhet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, ndryshon ligjërisht edhe statusi i qeverisë. Pra, nga një qeveri me mandat të rregullt, sipas këtij ligjit për qeverinë, është një 31 i cili e specifikon që nga momenti i certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve ndron statusi i qeverisë dhe kalon në qeverinë në dorëheqje. Pra, lidhërisht si kryeministri, si ministrat dhe qeveria në tërësi konsiderohet qeveri në dorëheqje. E tash kur qeveria e Kosovës do jetë në dorëheqje, nuk do arrit që të operojë me kapacitetin e saj të plot. Në fakt, mund t'i kryej vetëm disa punë. Vetëm ta zbatoj planin vjetor, programin të cilin e ka miratu në vitin 2021-2025 dhe në ndërkohë ka të drejt
të gjitha çështjet që i ka në procedurë të zbatoj, për ju të inicoj të zëmë procedurat të reja për emërime në borde publike, të miratoj strategji, të miratoj koncept dokumente, të miratoj projekt ligje e çështjet e tjera të rëndësishme. Por çfarë pret tash politikën kosovare pas certifikimit të rezultateve dhe si shkojnë të gjitha procedurat deri në formimin e qeverisë? Caktuar data e seancës së kuvendit, fillojmë me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit dhe pasi të përfundojë procedura e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, hyjmë në afate të tjera që përfshin emërimin apo themelimin e qeverisë. Përsëri aktivizohet presidenti i Republikës së Kosovës, i cili duhet që ta thrasë dhe ta ftoj konsultim edhe sot mundën me ftu pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve që ta propozojë partia fituese e zgjedhjeve kandidatin për kryeministër. Në publik përmendet opsioni edhe i bllokimit të konstituimit të parlamentit nga partia fituese. Vetëm se një aktgjykimi kushtetuese vetë se e parashes se çka mund të ndodhë në rast të tillë. Gjykata përmes aktgjykimit të saj ka thënë që afati prej 20 ditëve kur janë dërguar 4 letra atëherë ka qenë abuzim me fuqinë që përfaqësuesit që qytetarët ja kanë dhënë lëvizjeve vendose që gjë që ajo ka abuzuar në atë kohë me këtë afat. Rrjedhimisht edhe për afatin e konstituimit të kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, gjykata do të vlerësoj kështu që në rast se do ta prolongonte vendosja do të ketë abuzim me fuqinë që ja ka dhënë qytetari. Pas certifikimit të zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021, konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës i mori vetëm 9 ditë kohë. Në cilësinë e kryeministrit në detyrë, sot Albin Kurti mori pjesë në pilotimin e shërbimeve të integruara për regjistrimin e foshnjeve. Sipas këtij projekti, regjistrimi i fëmijëve do posalindur do të thjeshtësohet, dukshëm. Me të ardhmë në jetin nënshtruhen një procedure. Fëmijët e prindërve kosovar qysh në ditën e parë regjistrohen si banorët më të ri të këtij vendi. Pikërisht për këtë procedurë këtë enjtë u lansua një pilotim i shërbimeve të integruara. Kjo nis me qeverisë e Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe qeveria gjermane u amundson thjeshtësimin e procedurave të regjistrimit. Detaje për të dha kryeministri Albin Kurti. Me zgjidhjen që po pilotojmë sot, prindrit nuk kanë më nevojë të shkojnë nga një sportel në tjetrin për të kryer procedura të ndryshme. Të gjitha të dhënat e nevojshme për regjistrimin e fëmijës, për benefitet që ju takojnë, për sistemin shëndetësor e për vaksinimin. Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Avjo Orav, tha se nisma të tilla vendosin standarde të reja. Duke integruar institucionet kyçe dhe duke ofruar shërbime digjitale të personalizuara. Kjo nis vendos një standard të ri për qeverisjen moderne të orientuar drejt qytetarëve. Vlerësime për nisma të tilla po atë dhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë. Reduktimi i burokracisë është një shtyllë thelbësore e qeverisjes së mirë në të gjitha shoqëritë tona. Shpeshherë qytetarët përballen me pengesa të panevojshme që vështirësojnë qasjen në shërbimet thelbësore. Edhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia vlerësoi se me këtë digjitalizim prindërit do presin më gjatë procedurave të regjistrimit. Mundson digjitalizimin dhe ofrimin proaktiv të shërbimeve thelbësore për nënën dhe fëmijën. Ndonë se Kosova e Shqipëria kishin nënshkruar dokumente që kishin për qëllim zhvillimin ekonomik të dyja shteteve, nuk është rritur pjesëmarrja e importeve. Kështu tregojnë të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, sipas cilës Kosova importoi 10 herë më shumë se sa eksportoi këtë vit. Nga lajmet më të mira do thoja të kësaj mbledhje. Marrëveshjet të përbashkëta në fushën e ekonomisë ka me BLLOK. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë ndër vite kanë nënshkruar dokumente të cilat kishin për qëllim zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik të dy shteteve. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk ka qenë e mjaftueshme për të rritur pjesëmarrjen e importeve nga Shqipëria në Kosovë. Kështu dokumenton një raport i Agjencisë së Statistikave të Kosovës që ka publikuar të dhëna lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për 3 muajt e parë të vitit 2025. Aty vërehet se importet nga shteti shqiptar në 3 mujorin e parë të këtij viti kanë arritur në 5.2% nga vendet e CEFTA-s. Sipas statistikave, Maqedonia e Veriut është e para me 7.0%, ndërsa Serbia zë vendin e tretë me 2.8%. Vlera e përgjithshme e importeve nga vendet e CEFTA-s arrin në 83.4 milion euro, ose 16.1% të importeve të përgjithshme. Ndërkaq, përmes shteteve të Bashkimit Evropian, Kosova ka importuar mallra në vlerë rreth 229 milion euro, ose 44.2% e importeve të përgjithshme.
Në këtë listë prind Gjermania me 14.6%, ndjekur nga Italia dhe Greqia. Për profesorin e ekonomisë Bashkim Mustafa, mosbatimi i marrëveshjeve tregtare me Shqipërinë ka të bëjë me mungesën e vullnetit politik nga dy qeveritë. Marrëveshjet që po nënshkruhen po mbesin vetëm në letër. Ne kemi pasur disa marrëveshje, por kryeministri aktual fatkeqësisht Shqipërinë ka më shpesh e viziton Greqinë se sa që e viziton Shqipërinë dhe i ka prishur marrëveshjet, i ka prishur marrëdhëniet qeveritare komplet. Dhe kjo ndikon edhe në marrëdhëniet e biznesore, edhe në marrëdhëniet afarisë, edhe në marrëdhëniet e tjera. Të dhënat nga ASK tregojnë po ashtu një rritje të deficitit tregtar edhe rënjes të eksporteve. Nga janari deri në mars, Kosova ka eksportuar 24.5 milion euro në vendet e BE-s, ku partner kryesor ishin Gjermania, Holanda dhe Italia. Kurse në vendet e CEFTA-s eksportet kanë arritur shifrën prej 28.9 milion eurove, ose 43.0% e eksporteve të përgjithshme. Sipas Mustafës, deficiti i thelluar tregtar do të ketë pasoja për biznese. Trendi janë shqetësues. Viteve të fundit kemi thellim të deficitit tregtar dhe fatkeqësisht kjo është në dëm të interesave të shtetit të Kosovës, në dëm të bizneseve të Kosovës dhe në dëm të qytetarëve të vendit për arsye se vetë fakti që vjen gjithë ato importe, kemi të bëjmë me dalje të madhe të sasisë së paras jashtë vendit. Sipas të dhënave, tendenca rritëse e deficitit tregtar do të vazhdon edhe në muajin prill. Në prag të festës Fitër Bajramit, shumë besimtarë të fesë islame kanë dhënë ndihmat që njihen si vitra. Madje sipas Bashkisë Islame të Kosovës ka fluks më të madh se vitin e kaluar, derisa qytetarët bëjnë thirrje për solidarizim. Vlera si përcakton rëndësinë e obligimit që po kryejnë. Nga e mërkura në oborin e xhamisë së madhe në Prishtinë, hyrje daljet e qytetarëve janë shtuar. Këta të fundit nisën pagesën për vitrat që bëhet çdo fund Ramazan. Ndonë se jetoj 25 vjet jashtë vendit e Ajnë Nur Hoxha, këtë zakon e kreu me shumë dëshirë. Ky është obligim. Sadaka vitri është obligim kush e ka ninu Ramazanin. Kush se ka ninu Ramazanin, nuk i pranohet sadaka vitri. Hoxha çmoi bamirësinë e kosovarëve. Jena si popull, po nuk ka në botë ma popull më i mirë edhe më i mrekullueshëm se populli i Kosovës. Shumën e parasaktuar e pagoi edhe një prishtinas tjetër, Faik Beqiri. Baba, unë praktikojnë edhe rregullisht edhe në këto vakaf, xhami, për nevojat tyne. Jena kondajme dhe jena shumë human në atë aspekti to. Kjo është një pjesë që feja na obligon për vitra, për që to sa në kush ka mundësi, domethënë është një edhe obligative për njerëzit. Thirrje për dhënien e vitrave bëri një qytetar tjetër. Jo, thirrje si gjithve që sa më shumë me la vitra, se keni borç, është mirë shumë. E numri i muslimanëve që po kryejnë këtë obligim fetar është më i madh këtë vit. Kështu tha imami i xhamisë së madhe Bahri Sejdiu. Ka fluks më të madh dhe përgatitemi zakonisht që të ka fluks më të madh, po e shohim që ka fluks edhe prej djeshit, po edhe 5-6 ditë më herët ka fillu fluksi i pagesave të vitrit. Është e mirë që asnjë vit nuk ka ramje të numrit, përkundrazi ka gjithmonë një rritje. Valuta e caktuar nga Bashkia Islame për pagesën e vitrave është 3,50 euro. Endaj kryetarit e bordit të ZRE-s Ymer Fejzullau ka zhvilluar aksion analisti dhe aktivisti Dibran Hoxha nga paknacia rreth shtrëngtimit të rrymës. Hoxha gjatë këtij aksioni ka goditur Fejzullaun me një torte ku shkruaj 15%, duke u referuar kështu kërkesës së ZRE-s për shtrëngtimin e energjisë elektrike në 15%. Merre e qytetarëve e ki. 15% rritje e rrymës, edhe na e kemi një dhurat 15% për kryeshefin e ZRE-s. Se na ka thonë gjeni ma lirë rrymën, tash i kallëzoj. Të i merë është një tortë është të më ta dhuru. Por i merë për qytetarëve. Po mos na këthe më rafë se dhuratës. Po që të e kena vde për juve. Do t'i meri, se të dhurat për qytetarëve. Merre e qytetarëve e ki.
15% për ty. Kompania rajonale ujësjellësit Gjakova e ka larguar përkohësisht nga puna kryeshefin e kësaj kompanie Hasan Krasniqi për kohën e largimit përkohshëm nga puna konform nemit 74 të ligjit të punës, si punësuari kompenzohet në lartësi prej 50% të ardhura personale, thuhet në vendim. Tutje thuhet se largimi i përkohshëm nga puna vlen për 6 muaj maksimumi. Krasniqi u arrestua me 18 mars në ndyshimin se ka kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Ndërkaq, viti 2024 është shoqëruar me mungesë të efikasitetit të gjyqësorit në trajtimin e rasteve të korrupsionit. Kjo është vërejtur veçmas në rastet e profilit të lartë. Kështu treguan gjetjet e grupit për studime juridike dhe politike në Tryezën që organizuan sot. Se korrupsioni vazhdon të mbetet fenomen i cili është shqetësues për Republikën e Kosovës dhe të njëjtën natyrisht e theksojnë edhe shumë raporte ndërkombëtare tjera dhe vendore. Gjyqësori në Kosovë vazhdon të mos i trajtojë me seriozitet të lartë rastet e korrupsionit profilit lartë, i cili si rezultat i bën zyrtarët publik, sidomos zyrtarët e lartë, të paprekshëm dhe të padënueshëm, të paktën të padënueshëm denjësisht nga sistemi gjyqësor i Kosovës. Ne kemi gjetur edhe këtë vit që rastet e korrupsionit profilit lartë janë stërzgjatur, seancat kanë vazhduar të dështojnë, të vonohen dhe të anulohen, duke penguar kështu efikasitetin e gjyqësorit për të zgjidhur këto raste me interes të lartë publik. Ky dështim për të trajtuar këto raste në mënyrë efektive natyrisht që i kontribon negativisht ose më mirë themi minon besimin e qytetarëve të Republikës Kosovës karshi institucioneve të sistemit drejtësisë. E me këtë lajm ne po e mbyllim këtë edicion informativ, ndërkaq gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për t'u informuar. Po ashtu në ora 20:45 ju pret edicioni më i ri emisionit Pressing, ku do diskutohet ndër të tjerash edhe shtrejtimi i energjisë elektrike. Faleminderit për vëmendjen tuaj, mirëmbëjtje.